Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Shqiptare Flamur Noka ishte në Vlorë ku prezantoi drejtuesin politik Aurel Bylukbashi dhe kryetarin e sapo zgjedhur të Partisë Demokratike të Vlorës Nada Meçorapaj. Takimi u zhvillua edhe në kuadër të riorganizimit të strukturave të Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, teksa u mblodh kryesia e Partisë Demokratike në selin e saj në zonën e Skelës. Kryetaria e Partisë Demokratike të Vlorës Nada Meçorapaj në fjalën e saj falenderoi të gjithë anëtarët e kryesisë dhe demokratët për pjesëmarrjen në këtë mbledhje. Ajo falenderoi gjithashtu edhe anëtarët e Partisë Demokratike që me parimin një anëtar një vot e votuan, duke i dhënë një përgjegjësi të madhe dhe të rëndësishme në këtë detyrë të re. Meçorapaj theksoi se demokratët dhe opozitarët do të jenë bashkë për të përballuar më së miri sfidat e së ardhmes, protestat kombëtare, por edhe zgjedhjet e pritshme, lokale dhe parlamentare. Në këtë mbledhje ishte edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Shqiptare Flamur Noka, i cili uroi suksese kryetares së re të Partisë Demokratike të Vlorës Nada Meçorapaj dhe drejtuesit të ri politik Aurel Bylukbashi. Noka ftoi demokratët e Vlorës që të qëndrojnë për krah njëri tjetrit dhe të japin maksimumin e tyre në qëndresën popullore, por edhe në protestat kombëtare të opozitës kundër qeverisë dhe Edi Ramës. Noka e cilësoi Partinë Demokratike të Vlorës si një ndër më të rëndësishmet e Partisë Demokratike Shqiptare, duke theksuar se nga Vlora vjen gjithmonë ndryshimi. Drejtuesi i ri i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës Aurel Bylukbashi falenderoi demokratët e Vlorës për angazhimin e deritanishëm, ndërsa tha se do të bëjë maksimumin në këtë detyrë të re. Kryetare Degës, ju uroj suksese në drejtimin e Degës së Vlorës dhe urime përfitore. Sigurisht ishte një garë që kishte kolor brenda dhe do të uroj edhe atë që doli i dyti. Dhe do t'ju thoja që keni mbështetje time të plotë në drejtimin e Degës Partisë Demokratike të Vlorës, dhe drejtues politik i qarkut të Vlorës. I nderuar sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike zoti Tyra, që më keni ngarkuar si drejtues politik i qarkut të Vlorës, dhe sigurisht mendoj që do të bëj të pamundur për t'ju struktuar këtë besim, nisur dhe nga fakti që kemi të bëjmë një qark jashtëzakonisht të rëndësishëm për interesat elektorale të Partisë Demokratike. Përpara se të jetë ide, është marrëdhënie njerëzore. Dhe në këtë kuptim do t'ju ftoja që të më konsideroni jo si drejtues politik, por si një mik, si një shok, si një vëlla, të cilëve, të gjithëve në bashkë, fati e ka qelluar që t'jemi në një varg dhe duhet t'i japim velave për të dalë në bregun tjetër. Dhe unë do të vlerësoja dhe bashkëpunimin tonë në këto muaj, kur unë kam qenë i deleguar si koordinator, por në mënyrë të veçantë do të vlerësoja kryetarin e Degës përpara zgjedhjes natës. Gjatë kësaj mbledhje të kryesisë së Partisë Demokratike në Vlorë, u trajtuan edhe shumë çështje të tjera që lidheshin me propozimet për ndryshimet në strukturën organizative të Degës në funksion të riorganizimit sipas rajoneve. Pashtu zhvilluan diskutime mbi ecurinë dhe organizimin e mëtejshëm të Partisë Demokratike Shqiptare. Mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike të Vlorës, ku të pranishëm ishin edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Shqiptare Flamur Noka dhe drejtuesi i ri politik Aurel Bylukbashi, u zhvillua në një moment të rëndësishëm për strukturat e Partisë Demokratike në Vlorë, ku u theksua nevoja për forcimin e organizimit dhe koordinimit në nivel lokal në bashkëpunim me kryetarin e sapo zgjedhur të Degës Nada Meçorapaj.